të thrasi me anë të fjalës së mirë, pra këshilla që ti jep vllait tënd në fe, duke porositur, duke këshilluar, duke orientuar në mënyrën më të mirë, është prej ftesës, është prej thirrjes në fenë Allahut të lartësuar. Po kështu, ai që mund bëjnë hoxhallarët duke mbajtur mësimet e dobishme përpara hyrjes së Ramazanit, duke mësuar besimtarët dhe xhamatin e tyre me dispozitat e agjërimit, në mënyrë që ta besimtarët janë të gatshëm kur fillon ky agjërim, të janë të gatshëm, të mirënjohur me rregullat e agjërimit. Qofshin mësime për burrat, apo mësime vetëm për gra, apo mësime të përbashkëta për burra dhe për gra. Po kështu leximi pas namazeve të caktuara, pas namazit të drekës, pas namazit të ikindis, të disa haditheve rreth agjërimit, duke i shpjeguar ato, duke treguar dispozitat, rregullat e këtij agjërimi, apo hadithe që kanë bëjnë me tezkiyetun nefs, pastrimin e vetëve tona dhe ngritjen në shkallë të larta. Po kështu mbajtja e fjalimeve, ligjërave të shkurtra pas namazeve të caktuara, pas teravive apo mes teravive, në mënyrë që të përfitojë prej tyre numri më i madh i mundshëm i besimtarëve. Organizimi i rretheve të Kur'anit, pra mexhliseve të tubimeve ku lexohet libri i Allahut subhanahu wa taala, ku besimtarët të mësojnë leximin e Kur'anit Kerim, të Kur'anit famlar dhe memorizimin e tij. Ramazani është muaji i Kur'anit, muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani famlar. Dhe ne duhet të kushtojmë kujdes mësimit dhe leximit të Kur'anit.